Ndërrimi i emrave të rrugëve në Tetov sërish hasi në kundërshtim nga e Majta dhe Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, ndërsa VMRO DPMN-ja u shpreh pro emërtimit të rrugëve që nuk kanë emra, por kundërshtoi ndërrimin e atyre ekzistues. Нема никакво име, ниту број. И знаеме дека имаме 250 улици со број, но немаме куќен број. Пример, улица 100 без број. Додека пак за улиците кои имаат име, ние уште претходно сме го кажале нашиот став, дека нема да прифатиме промена на тие имиња на улици. Por edhe përkundër përplasjeve, grupi i punës për ndërrimin e emrave të rrugëve u formua. Riemërtimi i rrugëve të Tetovës do të pasqyrojë realitetin qytetar, karakterin urban, historinë, identitetin e Tetovës dhe nuk mendoj se do të kemi ndonjë mosmarrveshje. Kryesisht do kemi të fokusuar tek rrugët që nuk kanë fare emër, por edhe emrat e rrugëve ekzistuese do ketë padyshim ndryshim. Aktualisht në Tetov janë gjithsej 265 rrugë, prej të cilave 111 janë me emra, 113 me numra dhe 41 nuk kanë emra.